Një element tjetër I domosdoshëm është të bëjmë një hap më tutje për të rritur cilësinë e planifikimit dhe të projektimit. Dhe për këtë agjencia e re që do të krijohet do të ketë si objektiv, por edhe si mision të vetin që të jetë një forcë e shtuar dhe të asistojë bashkit në planifikim dhe të krijohet një kanal më I shpejt ndërveprimi, qoftë për të planifikuar zonat e zhvillimit, qoftë për të planifikuar projektet për leje zhvillimi, për leje ndërtimi, dhe qoftë për të planifikuar pjesën që ka të bëjë me të gjitha godinat me karakter social. Shkolla, kopshte, qerdhe, qendra shëndetësore, institucione tjera, të cilat me shumë gjas është e mundur që kjo agjenci t'i bëj duke shfrytzuar kapacitetin e jashtëzakonshëm të arkitektëve të huaj dhe të studiave vendas që punojnë me ta, që ne kemi krijuar në vend dhe që kemi siguruar edhe fal fondacionit krijuar me gjithë këta arkitekt që projektet fillestare të jenë gjitha pro bono. Pra nëse doni të ndërtoni një shkollë, projektin fillestar e merrni pro bono. Nëse doni ndërtoni një qendër shëndetësore, projektin fillestar e merrni pro bono. Dhe kështu me radhë, gjë që do të ndodhi në pak kohë, sepse praktikisht plani I reformës për të krijuar këtë agjenci të re është pothuajse drejt përfundimit. Një tjetër komponent për të cilin unë dëshiroj që të kemi një qasje të re dhe një angazhim madh të bashkive është arsimi profesional. Ne na duhet të rrisim kapacitetet e arsimit profesional. Por që të rrisim kapacitetet e arsimit profesional e kemi diskutuar dhe ridiskutuar brenda nesh në qeveri, ne duhet të krijojmë në radhë parë kushte të shkëlqyera, jo të mira. Kushte të shkëlqyera. Duhet të kemi shkollat e arsimit profesional me laborator kuptim plot, jo klasa si ato që gjetëm dikur në arsim profesional, ku elektricistët e rinj e mësonin zanatin nga një mësues që u vizatonte poçin në drasën e zezë. Po duhet të jenë laborator të cilësisë më të mirë dhe konviktet e shkollave profesionale duhet të jenë hotele dinjitoze. Me kushte shumë të mira për të gjithë nxënësit që vinë në këtë rast edhe nga zona të thella, nga zona rurale, nga familje me të ardhurat të ulta, në mënyrë që në momentin e parë nga kushtet të kuptohet, të ndjehet rëndësia e gjës edhe respekti shoqëror për formimin profesional. Kemi bërë hapa përpara, por unë do ju ftoja të gjithëve që të mendoni dhe sa më parë të na sillni propozime për nukle të arsimit dhe të formimit profesional në të gjithë territorin, që mund të shkojnë nga profesionet që lidhen me natyrën e ekonomisë së territorit ku ju drejtoni dhe deri tek formimi për teknologjinë. Duhet t'u japim mundësi të gjithë fëmijëve në të gjithë territorin e Shqipërisë, pavarësisht pozicionit gjeografik, që të kenë një akses në formimin profesional me teknologji. Kemi bërë laborator, do kemi gjitha shkollat me laborator, por ata që shkojnë një shkallë më lart, duhet të kemi kudo një klasë në një shkollë, duhet të kemi kudo një shkollë profesionale dhe një klasë e shkollë profesionale dhe sikur shkolla profesionale jetë vetëm shkollë turizmi, një klasë jetë për teknologjinë. Një tjetër aspekt që do diskutojmë
është patjetër edhe aspekti i legalizimeve, për të kuptuar ku jemi, si ka ecur formula e re e përfshirjes së pushtetit vendor dhe cilat janë objektivat e vitit për t'i dhënë fund këtij procesi. Dhe patjetër e fundit jo nga rëndësia, por i rreshtova këto tjerat përpara që do të jenë pjesë e diskutimit tonë më pas, është tema për të cilën këtu është edhe ministri i turizmit, që është sezoni. Dhe sezoni turistik, pavarësisht se intensiteti më të madhe ka në plazhe, gjë për të cilën kemi folur dhe do flasim edhe sot, sepse ka disa të reja që publiku duhet i di në atë progresin e përvitshëm që ne kemi bërë për të krijuar kushte sa më të denja në plazhe, por edhe për të krijuar kushte të atilla që t'i japin mundësi çdo kujt që të ketë plazhin publik. Ama sezoni prek çdo bashki. Kjo është një e mirë tjetër e madhe që ne na vjen nga asetet që ka ky vend. Dhe për këtë arsye, çdo bashki që nga Propoja deri në Konispol, që nga Shiaku deri në Voskopoj, duhet të ketë planin e vet të sezonit. Dhe tu unë po e mbyll të hyrje në këtë bashkë bisedim dhe po ja kaloj fjalën ministrit të turizmit për të filluar me plazhet, pastaj ministres së ekonomisë për të prekur disa aspekte dhe natyrisht në fund, përpara se të hapim diskutimin, udhëheqësit të këtij procesi transformimi të marrëdhënies, po edhe të qasjes të pushtetit vendor, një qasje komplementare me qeverinë dhe si një forcë që në rast se bën gjën e duhur mund të sjellë ekonomisë vendit shumë më tepër se ç'a që sjell deri sot.